Ish deputeti i PD Servin Saliani është kundër përgjigjur me tone të ashpra Sali Berishës, pasi ky i fundit deklaroi se në garën për kreun e Partisë Demokratike nuk mund të pranohen kandidat të Ramës. Në një reagim të gjatë dhe të mpushur me akuza, Saliani etiketon Berishën si plakun e lumtur në azilin e Ramës, duke akuzuar se përfiton financiarisht nga regjimi i Edi Ramës, ndërsa vetë ai, sipas tij, është dënuar padrejtisht pikërisht sepse e kundërshton. Unë bëj burg, ti bën lek nga regjimi i Ramës, shkruan Saliani. Në vijim ish deputeti hedh akuza të drejtë për drejta për lidhje klienteliste dhe përfitime nga tendera e leje ndërtimi, duke përmendur edhe emra të tjerë të rëndësishëm të qeverisë si Belinda Balluku. Sipas tij, Berisha ka përfituar nga të gjitha palët dhe për këtë arsye nuk publikon dosje komprometuese. O zoti fosile, ironizon Saliani, ti për lekshet edhe shpirtin, ai nuk ndalet me kaq, duke akuzuar Berishën për bllokimin e garës së PD për shkak të frikës nga drejtësia dhe humbja e kontrollit politik. Sipas Salianit, ndalimi i tij për të kandiduar është i njëjtë me atë që i ka bërë Rama, duke cilësuar situatën si një dakordsi Rama Berisha. Në fund të reagimit, Saliani paralajmëron një përballje të drejtë për drejtë politike me të dy liderët. Reagimi i plot i Salianit: Sali Koltuku, plaku i lumtur në azilin e Ramës. Unë bëj burg, ti Sali bën lek nga regjimi i Ramës. Ty Sali të nxjerr Rama nga burgu se i duesh, mua më fut në burg Rama se e mund, por për mjeranin e azilit të Ramës që e kthyer ti, unë që bëj burg shitem. Me Ballukun ti Sali merr leje, licenca e tendera, por unë zhurmoj. O zoti fosile, Ballukun dhe Agasi nuk i bashkoj dot Rama. Jo unë, i vetmi që i ke bashkuar në një formë jeti, se paguheshe nga të dy, edhe nga Agasi, edhe nga Balluku. Prandaj nuk i nxjerr dot dosjet e të dyve. Publikoj të plota, frikacak. Ti Sali për lekshet edhe shpirtin. Nuk të mjaftojnë koncesionet, lejet, kullat, tenderat, minierat, hidrocentralet, parqet, Bregdeti dhe malet që po i shqyen bashkë me Ramën. Dhe për të përfituar këto, nuk e asnjë merak të legenosesh. Sali Koltuku, ti sa herë flet, legenosesh, por ti je kaq i ulët moralisht në moshën 82 vjeçare. Është gëzimi më i madh për çdo njeri që s'të do. Mjafton të shohë si e ka ta ndisur dhe e merr satisfaksionin e jetës. Tani me që legenosesh me burgun, unë nuk ja fal as Ramës dhe as ty një vit heqje lirie, as heqjen e mandatit, dhe as ndalimin e kandidimit. Njësoj si Rama edhe ti. Ai më ndaloi kandidimin për deputet, ti për kryetar. I vetmi njeri që është marrë në patronazh nga Rama je ti. Të ka parkuar në azil luksi e të jep ushqimin që do ti. Parat, je me halle me drejtësinë dhe të mbajnë peng, prandaj nuk lejon gar. Nuk e bër asnjë ditë burg, ndërkohë që i vetmi deputet dhe zyrtar i PD-s që ka bër burg pa patur asnjë ditë pushtet, jam unë me dakordsinë e regjimit Rama Berisha. Por ti njehesh si mosmirnjohës që e ha fjalën dhe gjithçka që ke bër vet janë gjithë kundërshtarit. Të mbar Rama në azil luksi, duke të dhënë garanci që ti nuk prekesh nga ligji, prandaj nuk lejon gar, por do të çmontohesh Sali, do të çmontohesh si kambaleci Edi Ramës, do të çmontohesh si segmenti i keq përdorur dhe i bler nga Edi Rama. Do ju çmontojmë të dyve, e ke marr rrugën.